dhe jam mjaft i lumtur sepse kemi 3 vite që e kërkojmë këtë titull dhe më në fund e arretëm. Ke fitu edhe tituj tjerë, cilë është për ty më i ëmbël? Them drejtën, gjitha tituj janë të ëmbël, e kanë atë veçantinë e vet, por pasi ku e them ndoshta bën 3 vite, se ka qenë i fundit me Prishtinën, jam shumë i lumtur që arri edhe dritën të shpallemi kampion dhe shpresojmë të mos dalemi këtu, sepse kemi ende punë, vitin tjetër të vazhdojmë dhe të marrim prap titull. Arena Evropiane, çfarë do të kënaqë të ty? Mendoj se është momenti të tregojmë gjitha forcat tona, vjet ishim shumë afër të kualifikohemi në grupe, mendoj se ky vit do jetë viti ynë dhe të him në grupe, se kemi treguar ndeshje mjaft mira në Evropë dhe mendoj se është momenti të shkojmë aty ku kemi qëllimin. Nëse do të kishte një person, ku do dedikoje këtë titull? Gjithë familjes time, veçanti edhe gruas time cila më kanë ejtë ofër për çdo moment dhe mos të harroj një person shumë të rëndësishëm cila nuk është me mua tani, është nëna ime që ka qenë forca ime për fëminisë dhe jam shumë i lumtur që arrita prapë këtë. Faleminderit shumë suksese Besek. Faleminderit. Kjo festa tashmë elitore të dritës.